Një pyetja është e drejtë, pse Rama ka nevojë të marrë ish deputet të Partisë Demokratike, ndonjëherë figura dytësore, tretësore, siç ka ndodhur në Vlorë apo Gjetk, ndërkohë që ai ka një shumicë prej 86, po të quajmë dhe votat e partisë partnere në Parlamentin e Shqipërisë, Demokrishtianëve. Pra, normalisht s'do të kishte asnjë nevojë. Unë mendoj që zoti Rama e bën këtë gjë për të shkatruar çdo lloj shprese të opozitarizmit në Shqipëri, për të thënë që të gjithë një lloj jemi, pragmatist janë në të gjitha anët, dhe për t'i dhënë një mesazh dhe të tive që unë kam në dorë fatet e karrierës të jetës tuaj, pra për t'i dhënë një lloj mesazhi dërmues. Për sa i përket opozitës, unë bie dakord me zotin Ali Mehmeti, do vetëm fakti që këta ikin nga opozita, të joshur nga një post administrativ, nuk do të thotë që këta ikin me gjithë elektoratin me vete. Këta ikin individualisht. Ikin për një pazar, ikin për një karrierë, ikin për faktin që nuk është se kanë qenë ndonjëherë aq të bindur te ideologjia, po te forca politike që ka përfaqësuar.